Rruga që ndan territorin e bashkive Rogozhin dhe Peqin është një simbol i qartë i braktisjes institucionale. E degraduar plotësisht pas një investim ndër vite, kjo rrugë nuk është më thjesht problem infrastrukture, por një akt i përsëritur neglizhence që vështirëson jetën e banorëve, madje rrezikon dhe izolimin e tyre. Gropat e thella, balta dhe amortizimi ekstrem e kanë kthyer këtë segment në një rrezik serioz për jetën, shëndetin dhe ekonominë e komunitetit, pohojnë banorët e fshatrave të bashkisë Peqin, të cilët kanë kërkuar ndihmën e televizionit Apollon për të denoncuar problemin. Sipas tyre, autoambulancat, automjetet e shërbimit dhe transporti i përditshëm hasin vështirësi reale për të kaluar. Për këtë situatë ata akuzojnë drejt për drejt dy bashkitë për mashtrim elektoral. Sipas tyre, premtimet për investime bëhen vetëm gjatë fushatave zgjedhore, ndërsa pas marrjes së votave, sa mbarojnë zgjedhjet, nuk vjen më askush institucion, zhduken dhe heshtja bëhet zyrtare, ndërsa rruga në fjalë është njësoj prej vitesh. Do të takojmë rrobton nga rruga, zë rrugë e keqe, rrugë e pistë. Sa vite kanë këtë gjendje? Vite ka shumë, ka 30 vjet bëj kështu ka gjatë. Premtojnë? Po 30 vjet kështu ka gjatë. Kanë premtuar? Vin premtime asnjë gjë bëjnë fare. Po të ketë 30 sa vjet, sot rrugullu fare. Që ka qenë një e rrugën, u kry, që ka me, anë që të rri. Ndumë rrugën, si është, grapa, ujë, nuk kalohet datë, vetë ma qisë me verdimër. Ku vinë për votat, na kun lafët mija, da bëjmë të rregullojmë në më mrapa. Kjo rrugë këtu është shumë e rëndësishme. Për këtë komunitet që ne jetojmë këtu. Duhet me dalë gjatë dhe nuk mund dalim se na ka me dujti gropa. Nuk ka asnjë gjë tjetër më. Nëse është dashuri, faleminderit, nuk është rrugë, faleminderit, ne nuk kemi se ç'ti bëjmë. Banorët e fshatrave të njësisë administrative Karin në bashkinë Peqin dhe Sinaballaj të Rogozhinës të revoltuar kanë thënë se kjo rrugë nuk i përket vetëm njërës bashki, por të dyja mbajnë përgjegjësi të plot ligjore dhe morale përballë komunitetit. Drejtuesit e pushtetit lokal nuk flasin, nuk reagojnë dhe askush prej tyre nuk merr përgjegjësi. Banorët e kanë drejtuar thirrjen e tyre në televizionin Apollon, pasi shpresojnë se zëri i tij dëgjohet më fort edhe atje ku institucionet kanë zgjedhur të mos dëgjojnë. Tashmë kjo nuk është thjesht me një kërkesë, por një akuzë publike dhe një thirrje për përgjegjësi. Televizioni Apollon i bën thirrje publike dhe zyrtare bashkisë Peqin dhe bashkisë Rogozhin që të reagojnë menjëherë dhe të marrin përgjegjësinë që u takon për gjendjen alarmante të kësaj rruge. Ata të gjithë kërkojnë rrugë, dinjitet dhe të drejtën për të mos u harruar.